Zëvendës minister, kryetarin e pikës, edhe ata janë paprekshëm. Para mendoj me pas problem në shtetari thjesht. Paprekshëm se tregoj që janë paprekshëm. Kanë paprekshëm. Shkoi intervistuaj. Kanë paprekshëm. E thirrën policia ai shkoi lajmëru. 30 Po mos tish lajmëruar. Ai shkon tjetër, që thonë paprekshme. Po kur thirrën nuk e shoh problemin. Jep intervistën. Pastaj mendoj që shtetësuese kanë qenë edhe ato protesta, pse duhet me protestue? Ma njerëzit kanë të këndone protestu? Po pse? Po ti po duket kjo proteste paqësore, po duket e pa kuptim. Në anën tjetër po duket e pa kuptim që o ka Prishtina që shumë çështë për vendosjes. Nuk i mbulon ajo sjellje atëherë. Nuk i mbulon këto tjera. Po çfarë armanet kjo ajo? Jo, secili ka përgjegjësitë e veta. Po tash ta njerëz që kanë përgjegjësi po dolin po flasin. Çfarë njerëz po dolin po flasin? Që kjo çështje. Kjo problematike. Tash Xhelal Cveçën e ki ministër. Xhelal Cveça ka gjuajtur me gur në shesh. Xhelal Cveça i ka gjuajtur policinë. I ka thënë janë ministra tash. Përfundoja, po të ndëgjoj ty, po. Jo, përfundoje. Nëse dojna, të ndëgjojmë njën tjetërën edhe debatojmë. Si do që tjetë, unë shpresoj shumë që organet e drejtësisë do të trajtojnë çështjen në mënyrë ma profesionale të mundshme, do të shkojnë deri në fund rasti, do ta sqarojnë edhe nuk do të lënë hapësira për keq interpretime, klapa keq, sepse situata është shumë e polarizuar edhe